Mirë, kam në studio profesorin Ilir Yzeiri, drejtues i emisionit ADN në televizionin publik shqiptar. Profesor Yzeiri, përshëndetje dhe faleminderit. Në fakt, ju kishit bërë dhe një shkrim që unë e lexova pse shqiptarët nuk protestojnë atëherë kur i thret opozita. Duhet ishte 8 dhjetori i dytë për shqiptarët? Tashi janë dy gjëra të ndryshme, sepse festat në Shqipëri ose përkujtimi i tyre një ngjarje siç është 8 dhjetori, asnjëherë nuk ka qenë një moment për të reflektuar ose për të parë, për të treguar, për të kremtuar një ngjarje që nuk ju përket këtyre personazheve që dalin sot edhe flasin në emër të saj, po i përket një brezi që u ngrit, pati kurajon, u ngrit, dhe po ta shikojmë pak më gjerë pastaj, ne ishim të fundit që u ngritëm, pasi në gjithë lindjen kishte rënë komunizmi, ne ishim të fundit që u ngritëm, po megjithatë studentët patën kurajon dhe u ngritën. Diktatura ishte duke rënë, po ashtu në rënje e sipër dhe ajo nuk është se e dorëzoi pushtetin kështu lehtë, por presioni ishte i jashtëzakonshëm. Ishin një sër faktorësh, më kupton, që bën të mundur që komunizmi të binte siç ra në gjithë lindjen. Përveç atyre studentëve që në pjesën më të madhe vinin nga elita e borgjezisë komuniste, se student në atë kohë, në atë regjim, nuk mund të shkonin bitet për ndjekurve politik. Ata të rinj që ishin atje, ishin elitat, ishin bite elitave të borgjezisë komuniste, dhe ne dim që në çdo përmbyesje të parët që vrapojnë për të përmbysur një sistem, janë situar bitat i sistemi, se ata e kuptojnë, ata kanë kohën, ata kanë mundësit. Dhe më pastaj, siç e dim të gjithë, ajo lëvizje u shndrua pastaj edhe në një formacion politik. Ai formacion politik pastaj që u legalizua, filloi të imitonte Partinë e Punës, sepse kështu ndodh këtu tek ne, që modelet e reja për fat keq që nuk imitojnë gjithmonë modelet perëndimore. Dhe organizimi i Partisë Demokratike ose lindja e Partisë Demokratike filloi të prodhonte pastaj një narrativ, sot ka prodhuar një narrativ që kur e shikon në fakt aktualizon njësoj sikur Partia Demokratike të ishte, si thua, në formë, të ishte ai personazhi që të kujtonte Partinë e Punës, sepse ashtu filloi dhe që ta imitonte pastaj. Filloi të krijonte grupe armiqësore, filloi të luftonte ata. Nga ana tjetër, Partia e Punës u reformua me erdhi në Partinë Socialiste, pati dhe ajo një betejë jo të vogël për të ndarë me komunistët fanatik, dhe Shqipëria ka 30 vjet që vërtitet tashti në këtë kaos, kështu të themi ideologjik, dhe ka krijuar një narrativ të pabesueshme, siç është kjo që e 8 dhjetorit, siç është kjo e 8 dhjetorit, e cila përfaqësohet tashti nga ai që e vodhi atë lëvizje, sepse nuk mund të domethënë, ajo që ndodhi atëherë, siç u thash, elitat e borgjezisë komuniste sollën përrjedhoi edhe një komunist në krye të ato që u ngritën sollën. Po pjesëmarrjen për shembull. Diën 8 dhjetori ishte i ditë e shënuar. Por si shikoni për shembull? Ditët e shënuara, dikush me sheshet i mbushte plot. Ditët e shënuara nuk janë asnjëherë, domethënë në kalendarin e vendeve perëndimore, zakonisht ditët e shënuara janë ditët e festave që bashkojnë të gjithë ditët e festave fetare. Festat politike nuk kanë asnjë vend të botës festa politike që të jenë kështu që t'i mbledhin të gjithë me përjashtim të festave që kanë të bëjnë me kombin, siç mund të jetë festa e pavarësisë apo në një festë tjetër. Festa e 8 dhjetori, siç u thash edhe një herë, 8 dhjetori është një ngjarje e madhe, personazhet e së cilës nuk janë asgjë kundi, ishte një frymë. Ka qenë lider i dhjetor. Zoti Berisha vajten e morën nga Hotel 15 Kaçi dhe e morën miqtë e tij që kishte në lëvizjen në krye të studentëve, thritën atje, e thritën që t'i bashkohesh asaj lëvizje, ai pastaj u tregua më i zoti se të gjitha dhe kur u kryo Partia Demokratike, ai mori dhe drejtimin e Partisë Demokratike dhe pastaj gjithçka tjetër ka qenë luftë për pushtet, nuk ka qenë luftë për të vendosur demokracinë dhe prandaj jemi në këtë situatë. Si shikoni protestat sot të opozitës? Nuk ja vlen të merresh me ato nuk janë protesta, ato janë ca klithma të dëshpëruara të një njeriu i cili ka mbetur vetëm me fare pak mbështetës
dhe vazhdon një narrativ, vazhdon që të artikuloj gjëra krejtësisht të paqëna, që edhe si kur të ketë në një të vërtet nga ato që thotë ai, fakti që ai që i artikulon ato është edhe ai vetë personazhi që i ka krijuar ose është edhe vetë ai autori. Ai është opozita kryesore në këtë vend. Është kryetari i partisë më të madhe opozitare nga numri i deputetëve. Duhet jemi shumë të kujdesshëm në ligjërim. Një parti politike mund të thuash që është partia kryesore e opozitës, po jo opozita, se ne opozitën nuk e masim dot akoma. Jo, kryetari i një force politike që ka mbetur më madhja sot në opozitë. Por ka mbetur e tillë që nuk është alternativë më, nuk është më ashtu alternativë. Edhe në Itali në fqinje këtu për shumë kohë kanë qenë këto partitë komuniste, partitë ose të ekstremit majtë ose të ekstremit të djathtë që ishin të pranishme aty, por nuk arrinin dot asnjëherë që të ishin kandidatë ose të kishin mundësi që të konkuronin për të marrë pushtetin. Kështu që Partia Demokratike, historia e saj është një histori e trishtuar, është një histori që tani në fund nuk i bën nder opozitarizmit në Shqipëri, sepse Sali Berisha me çetën që i shkon nga mbrapa dhe me fanatikët që e ndjekin atë, po punon për të shuajtur frymën opozitare në Shqipëri, e cila frymë u ndes në mënyrë të ndrojtur edhe nga Ervin Saliani, që është një shenjë që duhet analizuar me kujdes. Si e shikoni këtë lëvizje të Ervin Salianit? Tashti, që të kthehemi te kjo lëvizja e Ervin Salianit. Lëvizja e Ervin Salianit, për mendimin tim, provoi që fryma opozitare në Shqipëri është më e madhe se sa përfaqësimi i saj politik. Që do të thotë se opozitarët e vërtet në Shqipëri nuk ndjehen përfaqësuar me Sali Berishën, ajo frymë nuk i përfaqëson, dhe të gjitha kanë refuzuar. Ata si frymë janë gati të bashkohen me cilin do, që është në gjendje ta zgjojë këtë frymë, pra të jap shenjë kësaj fryme, të jap jetë kësaj fryme, dhe të flasë, të artikuloj problemet që ka Partia Demokratike, të artikuloj drejt, dhe të artikuloj duke parë me vështrimin nga brenda, jo me vështrimin nga jashtë. Narrativa e sharjes, e fyerjes, narrativa që e paraqet Shqipërinë si gogolin e botës, si vendin e krimit, nuk ndihmon dhe nuk i bën bashkë, nuk i afron opozitarët. Opozitarët duan një njeri që t'ju flasë se si mund të organizohen, se si mund të drejtohen, se si mund të bëhen bashkë, se si mund ta gjenë njëri tjetrin, duke korrigjuar gabimet që janë bërë dhe gabimet që po i bën njeriu që po e shkatron Partinë Demokratike, që është Sali Berisha. Dhe nuk ka nevojë për të qenë lider i madh, nuk ka nevojë për të qenë kështu shenjtor që të biesh nga qielli. Atë mund ta bëjë edhe një njeri cili do, siç është Ervin Saliani. Po duhet edhe grupi parlamentar, duhen edhe botat në terren. Kjo flasim për një gjë tjetër sot. Sot Partia Demokratike me lëvizjen e Saliani tregoi që nuk është shuar si frymë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka shumë njerëz të tjerë. Unë jam i sigurt që Saliani, në qoftë se edhe 2-3 të tjerë që mund të jenë aty. Ali Mehmeti dyshoj sepse domethënë përpiqet që të ruaj kështu me atë natyrën e tij të kompromisit oportune, përpiqet që të ruaj të dyja krahët, kurse Saliani është pak më i vendosur. Nëse Saliani nesër, ja këtu do të jemi, mbaj mend ç'po them, do të provokojë një takim më të gjerë akoma, do ta shikosh që sheshe do t'i ketë plot Saliani. Dhe nuk shkojnë për Salianin njerëzit, duhet kuptohemi. Shkojnë sepse është dikush që i zgjon ata, me të cilin ata identifikohen. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse manifestimet politike janë komunikime të tilla që njerëzit që shkojnë aty duan të identifikohen me diçka, duan të identifikohen me një frymë që për momentin nuk ekziston të Partia Demokratike. Këtë frymë mund ta ngjall ose kësaj fryme mund t'i jap jetë cili do prej atyre në Partinë Demokratike, mjaft që të ketë pak guxim. Edhe një tjetër po të kishte dalë, ai djali që më i votuari, si e ka Kaprin, mos gaboj. Më i votuar Kadiu. Kadiu, edhe ai sikur të dalë në krye. Ke për ta parë që edhe ati do t'i mblidhen më shumë njerëz se sa Berishës. Pse? Sepse opozita ka nevojë të zgjohet dhe Berisha i ka mpir nga trut dhe jo vetëm që nuk i zgjon më, po mund t'i mbys. Po Berisha ka vulën, Berisha ka logon, Berisha ka Selin, Berisha ka dhe vota. Nuk ka rëndësi ajo, ne nuk po flasim që ata të shkojnë sot në parlament. Vitet ikin shpejt, ja vinë zgjedhjet e tjera, shikojmë se si do futen tek zgjedhjet e tjera. Nëse Berisha do të vazhdojë të ngul këmbë me luftë që t'ia sfiksojë të gjithë, dhe atëherë do të kemi atë fatalitetin tjetër që Partia Demokratike do të vazhdojë të coptohet,
Partia Demokratike për fat keq do të vazhdoj të zvoglohet akoma më shumë dhe unë nuk e di se si do t'i vej filli, sepse ne do të shkojmë drejt një sistemi pastaj që Partia Socialiste do t'jetë e vetme në garë, do të fitojë gjithmonë më shumë dhe vendi do t'jetë jashtë realitetit demokratik, sepse s'do të ketë asnjëherë përballë një forcë politike që ta konkuroj për të marrë pushtetin. Po, për shembull, Berisha çdo ditë në denoncimet e tij thotë, Medi Rama nuk ka zgjedhje, ky është një narkoshtet, këtu janë bandat, këtu ndahen para. Pra, çfarë do të bëjmë më shumë, një lider i opozitës? Shiko, kjo që bën Berisha i ngjet një çmendine, është një film i famshëm me këtë aktorin e madh të Hollywoodit, do të më kujtohet gjatë, i cili futet në spital dhe organizon shoqërinë, më kupton, organizon me fjalime, me komunikime, organizon në mënyrë të tillë që të imitojë shoqërinë që është jashtë. Berisha është në një delir të tillë që tash nuk e beson askush, sepse nuk mund të thuash vazhdimisht të njëjtën gjë, sepse edhe nëse është e vërtet, kur ti e përsërit dhe kur ti e hiperbolizon, edhe ai thelbi së vërtetës humbet, se ka ca rregulla në komunikim. Nuk mund të përsërisësh ti për ditë të njëjtën gjë, sepse po ta marrësh, si thua, po të flasim për korrupsionin, sot ato faktet që botohen për Trumpin, më kupton, janë tronditse. Janë tronditse dhe janë faktet vërteta, më kupton, po të mjaftë të ndjekësh disa emisione investigative që bëhen në Amerikë, ose shikoj një ditë CNN-in, çoj atje dhe ke për të parë që janë tronditse. Askush nuk del atje që të përsërisë të gjithë. Përsërisin thonë vetëm për faktin, atë që ndodh. Jo të recitosh tekstin, se nëse ti reciton tekstin, ky tekst pastaj të kujton tekstin që recitonte Shoku Enver dhe Partia e Punës, sa herë që flisin për kapitalizmin në kongreset e partisë. Regjimi gjakatar, që u pi gjakun punonjësve. Po kjo është narrativ, pastaj ky është roman, më kupton, që dikush e dëgjon, dikush nuk e dëgjon. Dhe fakti është që arbitri që ne kemi zgjedhur, që janë institucionet e Bashkimit Evropian, e mbështesin këtë qeveri, vënë në dukje suksese që ajo ka arritur, po thonë që po i mbyllim grup kapituj dhe rruga për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ose ajo ëndra e 8 vjetorit që duam Shqipërinë, si gjithë Europa. S'duam ne po ndodh. Tash unë nuk e kuptoj se kujt duhet i besojnë njerëzit, edhe pse njerëzit janë apatik. Përveç televizioneve që i vën kamerën Berishës dhe bëjnë mirë në fakt që ta kuptojnë më mirë nga fillimi deri në fund se çfarë përfaqëson ai njeri, asnjëri tjetër s'ka interes për të. Absolutisht, partia e tij jo njerëz që ti e shikon. As më 8 vjetor, as më 9 vjetor, as më 12, asnjëri nuk i afrohet më Berishës. Në qoftë se në zgjedhjet e kaluara kishte 200.000 vet më pak në zgjedhje, nëse do të vazhdohet kështu në zgjedhjet e tjera do të ketë akoma edhe më pak. Nëse PD-ja nuk reformohet edhe nuk bëhet forca aftë që të gjejë një udhëheqës tjetër, të organizohet ndryshe, të thith frymën opozitare dhe opozitarizmin në Shqipëri, që është një pasuri e madhe dhe që ekziston. Populli opozitar në Shqipëri është më i madh se sa populli që mbështet qeverinë. Kjo është e sigurt. Edhe para se të ishte Berisha, para se të kthehej Berisha, ishte zoti Basha. E kemi bërë një herë atë, kemi thënë, nuk do ta përsërisim. Zoti Basha gati për 70.000 vota nuk fitoi dhe luajti keq me Beratin, me Monika Kryemadhin, se zoti Basha do kishte fituar. Bëri kalkulime të keq me LSI-n, se zoti Basha arriti të merrte 700.000, po tash kjo punë kështu është. 700.000 atëherë, po të kishte vazhduar me atë frym, do të kishin gjetur edhe 200.000 të tjera, po të kishin vazhduar me atë frym, dhe 200.000 tjera dhe do fitonin në zgjedhjet e ardhshme. Mirë, po sa po ndodhi ajo, di se çfarë vitin e ardhshëm, mars aprill, mos gaboj, se mbaj mend saktë, do jenë zgjedhjet për kreun e ri të Partisë Demokratike. Duhet kandidoj sipas jush dikush, qoftë dhe Saliani, ndërkohë në garë pritet të jetë Berisha. Nuk ka rëndësi ajo se kur të gjithë ata kanë dëshirë, kupton, po ajo parti funksionon vetëm me instinktin e frikës ndaj Berishës dhe frikës përjashtimit, sepse ajo parti është kthyer në një SHPK, në një ndërmarrje, ose në një OJQ, e cila të jep mundësinë që ti të kesh disa përfitime, duke u bërë deputetja, duke shkuar te këto komisionet e ndryshme, duke u bërë deputet, kesh një rrogë, pra ti je opozitar i mirë paguar, kaq është e gjitha, nuk ka asnjë vlerë tjetër ajo forcë politike, kështu që në qoftë se kështu siç ka nisur, ne do ta shikojmë tash, po kështu siç ka nisur, në qoftë se Berisha do të këmbgul që ta mbaj Partinë Demokratike, ai do ta mbaj, pastaj do të shikojmë se sa të zotë do të jenë këta të tjerët që të shkëputen nga Berisha dhe të krijojnë një formacion tjetër dhe
të krijon një formacion tjetër pastaj politik, duke tërhequr edhe partitë e tjera opozitare, të bëhen edhe një herë bashk, nuk e di se sa të fuqishëm do të jenë, se sa do ta arrin ta realizojnë këtë gjë. Atë unë shikoj si të vetme në zgjidhje, vetme shpresë. Për shembull, kisha dje një intervistë me zotin Keleda Libeaj, i cili tha që kjo PD Berishën po shkon drejt shuaris. Por kur e pyeta për Salianin, tha që duhet të shikoj përtej gardit. Pra, pyetja ime është, ju shikoni Salianin në një formacion të ri të së djathtës? Patjetër, sepse aty brenda nuk ka, aty brenda tash çfarë të them unë ty, të përsëris ato që ka thënë Berisha, i tha që ata janë armiq, ata nuk përfaqësojnë PD-n. E ke parasysh se çfarë gjuhë përdori Berisha për takimin e tyre në Durrës, si i etiketoi ata, si i anatemoi ata, dhe ndoshta ky është shkaku që ata po hezitojnë dhe ne nuk dim akoma se çfarë plani ka ky grup, si do ta vazhdojë këtë lëvizje, cilat do të jenë takimet e radhës, sepse vetëm kjo që për ta zgjuar Partinë Demokratike ose për t'i dhënë, për ta ndezur atë shpirtin opozitar, vetëm kjo nuk mjafton, sepse ajo dihet. Saliani nuk tha në një gjë të madhe, po artikulojnë ndryshe. Kush vlera e takimit të Saliani? Saliani bëri një takim pa Berishën. Domethënë, ai shkoi takoi, foli për problemet e Partisë Demokratike, me strukturat e Partisë Demokratike në Durrës, një qytet që është shumë i rëndësishëm nga pikpamja e strukturave, nga pikpamja e elektoratit e tjerë. Dhe pa Berishën, ai zgjoi interesin më të madh se që zgjon Berisha në mes të Tiranës. Kjo është vlera e takimeve të Salianit, që Saliani është, edhe dikush tjetër, Ilir Ali Mehmeti, janë, si të thuash, ata që mund ta zgjojnë frymën opozitare. Dhe opozitarët kanë nevojë të bisedojnë, të diskutojnë, të mblidhen, por pa Berishën. Berisha tha, po përgatitemi për protesta kombëtare të fuqishme. Pa mano ti nërtil, për zotin, tash mos na bëj të qeshim tash i kocë. Kur nuk ka thënë kështu? Sa ka që është në krye të që e rrëmbeu Partinë Demokratike, këtë muhabet ka për ditë, do bëjmë protesta, do bëjmë këtë, ku i ka tash? Si ta mendja aty? Protesta që nga java në javë, nga 200 po i bën 170, do të katandiset si ai kryetari opozitës Singaporit, që dilte shiste libra në stacion e trenit pastaj. Mbeti vetëm fare, kupton, ikën gjithë edhe, po Singapore është një situatë tjetër. Profesor Yzeiri, të falenderoj shumë. Ishe kënaqësi. Ishim me profesor Ilir Yzeirin.